bashkët. Kemi të pranishëm dhe antarë të NATO-s këtu, por na duhet një shtyllë e fortë europiane në NATO dhe duhet veprojmë së bashku, siç kemi parë muajt e javët e fundit. Në një kuptim më të gjerë, Evropa ka shumë rëndësi sot se i takon trajtimit sigurisë sonë. Komuniteti politik evropian po kështu mundëson që të sjellim sigurinë njerëzve tanë kur vjen fjala për luftën kundër trafikimit të drogave, migracionit të paligjshëm. Kjo është thelbësore. Kemi nisur të diskutojmë këtë çështje dhe do të doja që të ndërtonim një koalicion shtetesh, organizatash ndërkombëtare e agjencish europiane për të luftuar trafikun edhe në porte e lumenj, për të luftuar pastrinë e parave dhe korrupsionin dhe për të forcuar programet e parandalimit. Kjo është thelbësore dhe njerëzit po na presin. I gjithë ky trafikim është i ndërlidhur, kësaj na duhet shumë bashkëpunim konkret për këtë çështje. Pika e tretë, kemi të bëjmë me sigurinë tonë demokratike. Mund ta kuptojmë nga zgjedhjet të fundit Rumania dhe Moldavia, Rumania sot. Ka kërcënime që po minojnë demokracitë tona, qëndresën tonë dhe natyrisht këto krijojnë manipulime gjatë zgjedhjeve, periudhave zgjedhore. Ka ndërhyrje të huaja konstante dhe këto po minojnë demokracitë tona. Përkundrejt gjithë çkaje që thash, ne kemi nisur në Blend High në planam një nismë edhe gjithashtu edhe kemi vendosur pikë kontakti për të rritur bashkëpunimin ton, por në fakt duhet bëjmë më shumë për të mbrojtur infrastrukturën kritike nga sulmet kibernetike. Gjithashtu duhet të mbrojmë nga sulmet online dhe të gjurmojmë edhe flukset financiare që i ushqejnë këto sulme hibride. Sur lequel on peut accrocher tout ça. Puis le dernier point, c'est la sécurité économique. Tjetër, pika e fundit, siguria ekonomike e përmenda në Budapest, por besoj që dërim tani nuk kemi kuptuar mjaftueshëm që përfaqësojmë mbi 700 milion banorësh një treg i jashtëzakonshëm, shumë i madh se ai amerikan, shumë më koherent dhe po të shihnit mesataren, nivelin mesatar në qoftë është edhe më me ndikim se sa tregu kinez. Na duhet që të rrisim bashkëpunimin e të